Ka momente në jetë kur një vendim i vetëm ndryshon gjithçka. Një fjalë e thënë në kohën e duhur ose e drejtuara tek personi i gabuar mund të të kushtojë gjithçka. Lirinë, sigurinë, madje edhe jetën. Por çfarë ndodh kur ajo fjalë është jo? Çfarë ndodh kur një vajzë e re, e ardhur nga Tirana me ëndrat e saj të mpakura në çantë, guxon të thotë jo para syve të një njeriu para të cilit ktheheshin shpina ministra, policë dhe gjykatës? Çfarë ndodh kur ajo refuzon, jo nga ignoranca, por nga dinjiteti, nga ajo fare çelikt që nënave shqiptare u është endur në shpirt brez pas brezi? Kjo nuk është një histori e fabrikuar. Kjo është historia e Antonelës, dhe kur ta mbarosh, do të kuptosh pse disa njerëz janë të destinuar t'i ndryshojnë zemrat e atyre që as vet nuk besonin se kishin zemër. Nëse ke qenë ndonjëherë në një situatë ku ke ndjerë se bota po të shtyp nga të gjitha anët dhe vetëm zemra jote dinte rrugën e duhur, shkruaj në komente. Do doja shumë ta dija nëse historia e Antonelës të kujton diçka nga jeta jote. Tirana ka një aromë të veçantë në mëngjes. Është aroma e kafes së parë që del nga dritaret e hapura, e bukës së freskët nga furra e këndit, e asfaltit të lagur nga shiu i natës. Është aroma e një qyteti që nuk ka vendosur ende nëse është i madh apo i vogël, nëse është perëndimor apo lindor, nëse i përket të shkuarës apo të ardhmes. Tirana është gjithmonë diku në mes, dhe kjo është pikërisht ajo gjë që e bën atë ndryshe nga të gjitha qytetet e tjera. Antonela u rrit në një rrugicë të qetë, jo larg bulevardit kryesor, në një apartament me oxhak dhe me balkon nga i cili shikonin pemët e rrahura nga era. Familja e saj nuk ishte e pasur, por kishte atë lloj pasurie që shumë familje të mëdha nuk e gëzojnë kurrë, dinjitetin. Nëna e saj ishte një grua e ashpër dhe e urtë njëkohësisht, me duar të punuara dhe me fjalë të pakta por të rënda siguri. Babai i saj kishte punuar tërë jetën me ndershmëri, nuk kishte marrë asnjëherë asgjë pa e merituar, dhe këtë rregull ja kishte mësuar Antonelës qysh kur ajo nuk arrinte dot t'i shikojë syt pa u ngritur në majë të gjishtave. Antonela kishte rritur me libra, ato libra të vjetruar me kapak të verdh dhe me paqe që thithnin aromën e kohës, ato që i kishin dhënë gjyshja dhe gjyshi, ato që i kishte bler vet me paratë kursyera prej punëve të vogla verore. Kishte lexuar historinë e njerëzve të mëdhenj dhe historinë e njerëzve të harruarve. Kishte lexuar romane dashurie dhe traktate filozofike në Europë. Kishte aplikuar me tremur në duart e vogla. Kishte pritur me muaj të tëra pa fjetur mirë natën. Dhe pastaj, një pasdite vonë, kur drita po binte pjert mbi ekranin e laptopit, kishte lexuar fjalën e pranimit. Milani, qyteti i modës, i dizajnit, i arkitekturës, i të ardhmes. Qyteti ku çdo gur i trotuarit dukej si projektuar me qëllim, ku çdo fasadë ndërtese fliste një gjuhë estetike të cilën Antonela e donte me tërë qenien. Kishte parë fotografi, kishte parë video, kishte imagjinuar rrugët, kafet, galeri të artit dhe ato lumenjtë e hishëm të njerëzve që ecnin me ritmin e qytetit. Por imagjinata dhe realiteti janë dy gjëra krejt të ndryshme, dhe Milani e kishte pritur Antonelën me gjithë kompleksitetin e tij, me gjithë shkëlqimin dhe hijet e tij. Mbërriti një pasdite të vjeshtës, me 2 valixhe dhe me zemrën e shtrënguar në fyt. Lagja ku kishte marrë me qira një dhomë të vogël në një apartament të ndarë me 2 vajza të tjera studentesh, ishte e gjallë dhe e zhurmshme. Makinat, bicikletët, njerëzit, aromat e ushqimit italian që dilnin në përdritaret e hapura, tingujt e muzikës nga baret e vogla. Kishte ndjerë njëkohësisht tmerr dhe entuziazëm, atë kombinim të çuditshëm që ndihet vetëm kur je duke jetuar saktësisht aty ku duhet të jesh, por nuk e ke kuptuar ende plotësisht. Javët e para ishin intensive, leksione me ritem të lartë, profesor me pritshmëri të larta, detyrë pas detyre. Italishtja e saj, megjithse studiuar me vite, kishte nevojë për t'u mprehur në kontakt me realitetin e gjuhës së folur. Jo atë të librave, por atë të rrugëve, të shprehive, të humorit, të ankesave dhe të gëzimeve të italianëve. Mësoj shpejt. Antonela gjithmonë kishte mësuar shpejt. Ishte ajo lloj njeriu që rrjeti i trurit të tij kap gjërat pa i pyetur, pa u lodhur, vetëm duke qenë i pranishëm dhe i vëmendshëm. Befas, Milani filloi të dukej si shtëpia.
Jo shtëpia e Tiranës, asnjëherë nuk do të zinte vend ajo, por një lloj shtëpie tjetër, paralele, e ndërtuar prej librave dhe leksioneve, prej kafes së mëngjesit me shokët e universitetit, prej ecjeve të gjata nëpër rrugët e vjetra ku ndërtesat flisnin histori. Kishte gjetur miqësi të reja, kishte gjetur kënaqësinë e punës intelektuale të vështirë, kishte filluar të ndihej thuajse si ajo vet, e plot, e lirë, e orientuar drejt diçkaje të madhe. Por Milani nuk është vetëm bukuri dhe arkitekturë. Milani është gjithashtu një qytet me shtresa të thella, me botë paralele që rrjedhin nën sipërfaqen e shkëlqyeshme. Dhe Antonella, e pastër dhe e drejtë si gjithmonë, nuk dinte asnjë gjë për ato shtresa. Nuk dinte dhe nuk kishte pse të dinte. Por ndonjëherë bota vendos të njohë me faqen e saj tjetër, jo sepse e ke kërkuar, por sepse thjesht ke ndodhur të jesh atje. Pazakomshme në Milan. Natën e dytë kishte ngrirë për një moment para portës së apartamentit me çelsin ende të papërdorur në dorë, duke shikuar sytë e kuq të drita të pasme teksa makina largohej ngadalë, si me qëllim. Por sot ndodhi diçka ndryshe. Kishte arritur te kryqëzimi i zakonshëm kur dëgjoi zërin e motorit, ai zë i ulët dhe i rënd, karakteristik i makinave të shtrenjta, si një gurmëzim i kafshës që shtiret i qetë. Makina ndaloi pak metra para saj. Jo duke ja prerë rrugën, kjo do kishte qenë shumë e drejtë për drejtë. Jo, u ndal anash trotuarit, lehtë, thuajse rastësisht, si dikush që ka ndalur të shohë një hartë. Por xhami i zi i pasagjerit ul ngadalë, pa nxitim, si diçka e njëhsuar, e planifikuar. Brenda errësirës relative të brendshme të makinës, shfaqej figura e një njeriu. Nuk ishte i ri, kishte moshën e dikujt që ka kaluar nga të 30-tat drejt të dytave të dytë të jetës dhe ka kaluar atë hark duke jetuar intensivisht. Kishte tipare të mprehta, nofull të gjatë, sy të errët nën vetulla të dendura. Flokët i kishte kthyer prapa me saktësi, veshja ishte e shtrenjtë, të gjitha shenjat duhet i kishte, edhe pse Antonella nuk kishte asnjë referencë specifike për çmimin e palltos që mbante, por kishte atë lloj shprehje sysh që nuk mësohet, ajo shprehje e dikujt që ka qenë gjithmonë ai person, gjithmonë në atë gjendje fuqie dhe kontrolli, saqë as nuk e provon me fjalë. Mjafton prania. Foli shqip. Kjo e goditi Antonellën si ujë i ftohët. Kishte mësuar pak shqip, ambase dikush ja kishte mësuar, ose kishte bërë hulumtime, dhe fjalët dolën me akcent italian mbi to, por kuptimi ishte i qartë, e kishte parë, e kishte admiruar, donte ta njihte. Fjalët ishin të buta dhe të radhitura, por toni nën tokë ishte diçka tjetër, diçka që nuk pyeste, diçka që priste. Antonella ndaloi. Nuk u ngurtësua nga frika, të paktën jo ende. U ndal në ajo instinkt i dinjitetit, nga refleksi i dikujt që ka qenë gjithmonë i ndershëm dhe kërkon të njëjtën gjë nga të tjerët. E shikoi, e vlerësoi me një vështrim të shpejtë, jo me interes romantik, por me atë lloj vlerësimi të menjëhershëm dhe të mprehtë që jetët e varta prej vetmbrojtjes e kanë zhvilluar si instinkt. Çfarë pa? Pa një burr të sigurt deri në arrogancë, pa doreza të lëkure mbi volan, pa dy burra të tjerë të ulur para në makinë, si statuja, me shpatullat e drejta dhe syt drejt. Pa ato copza Milani është qytet sekretesh, jo sekretesh romaneske, jo sekretesh të fshehura nëpër katedrale, por sekretesh të gjalla, funksionale, të shtruara mbi kaldrëmin si shtresa të padukshme. Çdo qytet i madh europian ka pjesën e tij, ato rrjete njerëzish që lëvizin nën ritmin e dukshëm të qytetarisë, që kontrollojnë gjëra pa u parë, që vendosin pa u zhurmuar. Romën i kishte ato, Napolin i kishte ato, edhe Milani i kishte, megjithse me stil ndryshe, më i veshur, më i sofistikuar, fshehur mirë nën jakën e kostumit. Antonella nuk e kërkoi informacionin, ai erdhi vetë. Pati një mbrëmje me miqtë e universitetit, ata 4 apo 5 shok dhe shoqe me të cilët kishte formuar atë lloj rrethi të ngushtë që zhvillohet natyrshëm kur ke kaluar orë të tëra duke luftuar me afatet e njëjta, me kafen të ftohtë dhe me projektet e vonuara. Njëri prej tyre, Marco, italo-amerikan nga familja e Chicagos, por i rritur kryesisht në Milano, kishte atë lloj nojeje të qytetit që vjen vetëm nga vitet dhe rrënjët. Kur Antonella e përshkroi makinën, pa shumë detaje, thjesht me kuriozitet të shprehur si bisede rasti, Marco u ngurtësua lehtë. Ishte ndryshim i vogël,
por ajo e pa. Marko e njohu për shkrimin e makinës dhe të mënyrës si ishte afruar, nuk dha emrin më njëherë, dha rreth e rrotull, me fjalë të kujdesshme, si dikush që ndes dritat e dhomës ngadalë, sepse di që brenda është diçka e rëndë. Tha se ai person ishte i njohur jo si njëri i biznesit të zakonshëm, tha se kishte emër, jo emrin e vërtet, por atë emër tjetër, atë pseudonim, të dhënë nga rruga, nga respekti apo frika, varet si e shikoje. Tha se makina e atij njeriu nuk ndalonte kurrë pa arsye, dhe kur ndalte, tha Marko me tonin e ulët të dikujt që zgjedh fjalët me shumë kujdes, gjërat ndryshonin. Emri i tij ishte Luca Ferrante, dhe ai nuk ishte thjesht i lidhur me strukturat e errta të qytetit, ai ishte njëri nga njerëzit e sipër. Ishte trashëgimtar i një emri familjar të vjetër, familje që kishte filizur para tij dhe do vazhdonte pas tij, nëse gjërat shkonin sipas traditës. Kishte pasuri të padiskutueshme, shtëpi, biznese legale, interesa të ndryshme, por pas kësaj sipërfaqeje sundonin gjëra që nuk shkruen në dokumente, kontrollonte rrjete, merrte vendime, kishte njerëz. Antonella dëgjoi gjithçka pa ndruar shprehjen. Brenda, megjithatë, diçka kishte ngritur, jo frikës duke jetuar. Por do të mbante syt hapur, do të ishte mençur dhe nuk do t'i jepte kurrë atij njeriu asnjë cep të jetës, shpirtit ose kohës së saj. Ditët që pasuan, provuan se vendimi i Antonelës do të vihej në provë ashpër. Luca Ferrante nuk u tërhoq, nuk e bëri shenjën e dikujt të refuzuar që lë krye lulur. Ai, dhe kjo ishte ajo gjë e tmerrshme, nuk u trem nga refuzimi. Vazhdoi, me atë siguri të ftoftë dhe metodike që karakterizon njerëzit e mësuar të marrin çfarë duan, ai vazhdoi të jetë i pranishëm. Makina shfaqej rregullisht, jo çdo ditë, jo me orar fiks. Kjo kishte qenë pak më e shqetësueshme se sa monotonia. Shfaqej kur nuk e priste, kur po kthehej nga biblioteka vonë pas dite, kur po merrte kafen e mëngjesit nga vendmarrja e zakonshme. Gjithmonë distancë e respektuar, por gjithmonë aty, si kujtes, si mesazh i heshtur. Unë të shoh, unë di, unë pres. Her pas here ndalonte, xhami ulej, Luca fliste, jo shumë, jo me agresivitet, por me atë qetësi të studiuar të dikujt që ka ardhur me kohë dhe nuk ka ngutar. Ofroi takime, dark, kafen, ura. Antonella refuzonte me të njëjtën qetësi me të cilën ai ofronte, jo me frikë, jo me ofendim, por me qartësi. Nuk ishte interesuar, nuk donte kontakt, lutej ta linte të qetë. Ai dëgjonte, buzëqeshte, atë buzëqeshje të ngushtë pak enigmatike, si dikush që mendon se ka ende kohë, dhe largohej. Por Antonella dinte se largimi nuk ishte fund, largimi ishte pauzë. Pati ditë kur insistimi u bë më i drejt për drejt, i dërgoi lule nëpërmjet dikujt, buqete madhe, e shtrenjtë, e livruar drejt tek dera apartamentit pas një shpjegim se si kishte gjetur adresën. Kjo ishte goditja e parë e rëndë. Nuk ishte dashuria që të tremb kur dikush gjen adresën tënde. Është kuptimi i implikuar. Unë di ku je gjithmonë. Kjo nuk është adhurim. Ky është kontroll. Antonella i ktheu luret. Nuk i hodhi. I ktheu, të lidhura ashtu siç kishin ardhur, me një shënim të shkurtër të shkruar me dorën e saj të qëndrueshme. Faleminderit, por mos dërgoni gjëra të tilla. Nuk e pranoja. Nuk e pranova. Nuk do ta pranoj. Nuk e dinte a do t'i arrinte mesazhi, por donte ta kishte dërguar. Ishte gjatë kësaj periudhe që u shfaq Dario. Dario nuk ishte shqiptar. Ishte italian, nga Bergamo, si e thoshte vetë me atë krenar të butë të rajonit që italianët e veriut ardhur edhe ajo lehtësia e bisedës, ajo lirshmëri e qeshjes, ajo siguri e shprehjes mendimit edhe kur di se tjetri mund të mos pajtohet. Dario dinte. E kishte vënë re mënyrën e Antonellës që kishte ndryshuar pak, ajo seriozitet shtes, ato vështrime të shpejta, kthyerjet e kokës kur dëgjonte tinguj të pazakont. Kishte pyetur, dhe Antonella, sepse kisha ardhur pika ku fshetësia kishte nisur të rëndojë vetëm, i kishte treguar. Dario kishte dëgjuar pa e ndërprer. Pastaj kishte thënë diçka të thjeshtë dhe të drejtë për drejtë. Ne do të shikojmë bashk. Jo do ta zgjidhim, jo premtime të mëdha. Thjesht, nuk je vetëm. Ato fjaj peshorja nuk i nje, por zemra po. Ishte një të mërkur mëngjesit kur ndodhi skena.
Antonella dhe Dario po shkonin bashk drejt universitetit. Kishin takimi I fillonte në të njëjtën orë dhe I kishin zakon të ecnin krah për krah nëpër ato rrugica. Makina e zezë u shfaq si të shfaqej gjithmonë, si rënje e hijeve, si ndjesi para se sa shikim. Por këtë herë, kur xhami zbriti dhe Luka filloi të fliste, Dario nuk qëndroi mbrapa. Hapi hap para, ndërhyri me zërin e tij të matur por të qartë. Tha se Antonella nuk donte të fliste. Tha se duhej respektuar. Tha se do ta raportonin. Ndodhi heshtja. Ajo heshtje e tershme e disa sekondave kur ajri ndryshon densitetin. Pastaj Luka ktheu syt te Dario. Nuk ngriu të tjerët me frika, thjesht shikoi, me atë shprehje të qetë e të rëndë të dikujt që nuk merr asgjë personalisht, sepse gjithçka e ka zgjidhur tashmë. Foli pak, ngadalë, pa zë të lartë. Çfarë tha nuk u kuptua plotësisht nga Antonella. Ishin fjalë të ulta, por toni I tyre ishte I mjaftueshëm. Dario u zbe pak, kjo u pa qartë. Makina u largua. Antonella e kapi Darion nga krahu. Ai po largohej pak, kishte ndryshuar krahun shumë. Tha nuk ja vlente, jo me frikë, por me urtësinë e dikujt që di se disa betejë nuk fitohen duke bërë zhurmë. Por brenda saj, diçka tjetër ndodhte. Nuk ishte mirënjohje e zakonshme. Ishte ajo ndjesë e thellë që lind kur dikush zgjedh të qëndrojë krah teje, jo sepse duhet, por sepse zgjedh. Dhe bashkë me atë ndjenjë, erdhi edhe çamçakizi I vjetër I frikës. Dario ishte vënë erdhi letra. Jo me post, kishte arritur nën dera e apartamentit, e futur me dorë, e mbyllur me vul të kuqe me iniciale. Brenda, me shkrim dore të kujdesshëm, Luka kishte shkruar diçka që Antonella e lexoi 3 herë para se të kuptonte plotësisht çfarë kishte parasyve. Ai pohonte se dinte gjithçka për jetën e saj, jo gjërat e vogla, gjërat e mëdha, familjen e saj, baban e sëmur, që kishte pasur probleme shëndetësore dhe ndodhej nën kujdes mjekësor, si ujdesën e saj të vogël që ishte 20 vjeç dhe po studionte edhe ajo, apartamentin e nënës në Tiranë. I dinte të gjitha, dhe kjo, I qartësoi Antonellës, nuk ishte asnjëherë rastësi. Kjo ishte mesazhi, nuk je vetëm ti këtu. Por letra nuk mbaronte atje, dhe kjo ishte ajo gjë që e bënte të pabesueshme. Luka shkruante, dhe fjalët ishin ndryshe nga gjithçka që kishte dërguar deri atëherë, se ishte e lodhur. Jo ajo, ai. Shkruante se ishte I lodhur nga gjithçka çfarë ishte. Shkruante se kishte filluar ta shikonte jetën e tij ndryshe, qysh kur e kishte parë për herë të parë. Se kishte diçka në mënyrën e saj të ecjes, të shikimit, të refuzimit, madje vetë refuzimi, mënyra si kishte thënë jo pa u tronditur, e kishte goditur si diçka që nuk e kishte ndjer kurrë, si diçka njerëzore, e pastër, e vërtet. Dhe pastaj fjalia që e la Antonellën I ngurtë, do ndryshoj, do lë gjithçka, nuk di si, nuk di kur, por di pse, dhe arsyeja je ti. Antonella vendosi letrën në tryez dhe qëndroi ulur pa lëvizur për kohë të gjatë. Ky ishte momenti I rrezikshëm, jo ai momenti kur ke frikë dhe ikin, por ai moment kur frika fillon të ndryshoj formë, kur mesazhin e gëlltit dhe brenda fillojnë dyshimet e para, ato kuriozitetet e vockla, ato pyetje të vogla që janë shumë njerëzore. Por çfarë nëse flet seriozisht? Çfarë nëse një njeri I tillë vërtet mund të ndryshojë? E rahu menjëherë atë mendim, e njohu, e emërtoi dhe e hodhi. Sepse kjo ishte pikërisht teknika më e vjetër dhe më e rrezikshme. Bëj veten viktim, bëj veten të ndjeshëm, premton ndryshim dhe prit. Prit derisa zemra e tjetrit të lëçitet pak, derisa muri të ulet me milimetër dhe atëherë fut hundën. Antonella kishte lexuar mjaftueshëm, kishte pasur mjaftueshëm biseda me nënën e saj, kishte njerëzoren e saj, e dinte këtë model, e njoh shumë mirë. Megjithatë, dhe kjo është ajo gjë e ndershme që do ta pranojë edhe shumë kohë pas kësaj nate, ajo letër kishte lënë një gjurmë, jo besim, jo interes, por ajo njohja e paqëndrueshme, manipulimi më I mirë që kishte lexuar ndonjëherë, ose ishte krisja e parë vërtet e dikujt që nuk di si të shprehet ndryshe. Dhe tha se nuk kishte mënyrë ta dalloje, jo tani. Ata u pajtuan, dhe Antonella vendosi të bënte atë gjë të vështirë që kërkon karakter. Nuk do të reagonte, nuk do t'i jepte as po, as jo ndaj letrës. Do të vazhdonte jetën e saj,
do të mbante distancën e saj dhe do të shikonte. Sepse nëse ndryshimi i Lucës ishte i vërtet, do të duhej kohë. Do të duhej shumë kohë, shumë vepra, shumë prova. Dhe nëse ishte manipulim, koha do ta zbulonte edhe atë. Muajt e parë pas letrës ishin muaj të heshtjes relative. Makina e zezë nuk u shfaq më. Ndërmjetësit nuk erdhën. Asnjë lule, asnjë mesazh, asnjë shenjë e prezencës së tij. Dhe kjo heshtje, ironikisht, ishte shumë herë më e zhurmshme se sa insistimi i mëparshëm. Antonela e vuri re. Nuk e pranoi se e kishte vënë re. Jo me gojë, jo as me veten, por e vuri re. Kishte pritur në një farë mënyre të paqëndrueshme ndonjë shenjë. Jo sepse e donte, jo sepse kishte ndryshuar qëndrim, por sepse trupi njerëzor mësohet me tensionin, dhe kur tensioni zhduket, lë hapësirë të çuditshme pas tij. Shenja e parë erdhi jo nëpërmjet Lucës, por nëpërmjet rrugës, nëpërmjet asaj rrjeti informacionit të qytetit që lëviz me shpejtësi dhe saktësi. Marko ishte ai që e solli lajmin, me atë kujdes të tij karakteristik. Flitej se Luca Ferrante kishte larguar disa njerëz nga rrjeti i tij i ngushtë, njerëz të besuar, njerëz që kishin qenë krah tij për vite. Largimi nuk kishte qenë i dhunshëm. Kjo ishte ajo gjë e habitshme. Kishte qenë i qetë, thuajse procedural, si dikush që po rregullon llogarit. Flitej edhe diçka tjetër. Bizneset e caktuara, ato bizneset fasad që shumë kush e dinte ç'fshihnin, kishin filluar të tërhiqeshin. Kontratat e caktuara nuk ishin rinovuar. Takimet me figura të caktuara kishin ndaluar. Nuk ishte revolucion, nuk ishte dorëzim publik i armëve. Ishte diçka shumë më e zhurmshme dhe shumë më e vështirë. Ishte çmontimi ngadalt i strukturave të ndërtuara vit pas viti. Antonela dëgjoi dhe nuk foli, por brenda saj, ato grimca rëne kishin filluar të lëvizin. Pastaj erdhi shenja e dytë, dhe kjo erdhi drejt për drejti. Ishte mbrëmje e vonë dhe ajo po kthehej nga biblioteka. Rruga ishte e qetë, e ndriçuar nga llamba të rralla. Kishte diçka ndryshe në atë mbrëmje. Nuk ishte ai Luca i xhamave të errta dhe i heshtjes së fuqisë. Kishte lodhje rreth syve, kishte diçka njerëzore. Po, njerëzore ishte fjala e saktë, në mënyrën si qëndronte ulur, me shpatullat pak të ulta, me duart e ndërsyera duke mbajtur njëra tjetrën. Antonela qëndroi, nuk u ul, por qëndroi dhe dëgjoi. Ai foli për pak minuta, nuk tha gjëra të mëdha, kjo e befasoi. Nuk premtoi male e fusha, tha se e dinte se nuk kishte arsye t'i besonte, tha se e kuptonte pse ishte thënë jo, dhe tha se jo kishte qenë e drejtë. Tha se po bënte ndryshime jo sepse shpresonte diçka nga ajo, tha kjo me qartësi, pa hezitim, por sepse kishte kuptuar se nuk kishte si jetonte ende ashtu dhe të quhej njeri. Dhe ndryshimi kishte filluar para se të kuptonte nëse do e shihte ndonjëherë përsëri apo jo. Pastaj u ngrit, i tha mirëmbrëmje dhe u largua. Antonela qëndroi aty ku ishte, në atë rrugë të qetë, me llambën që binte mbi gurët e trotuarit dhe ndjeu diçka komplekse, të papërkthyeshme. Atë lloj emocioni që nuk ka emër të vetë bëj njeri. Të dalësh nga një botë e tillë nuk është si të heqësh pallton, është si të heqësh lëkurën. Antonela nuk tha asgjë, por brenda diçka kishte filluar të lëvizte. Jo dashuri, jo ende, por ajo hapja e parë e vogël, ajo dritë e hollë si fia në nderën e mbyllur. Takimi i dytë i tyre i drejt për drejt erdhi pak kohë pas, edhe ky i papritur. Ishte mbrëmje stuhie. Milani kishte stuhira të forta, me shi diagonal dhe bubullima që i kumbonin goditje ndërtesave. Antonela kishte mbetur e kapur në stuhirën nën portikun e një ndërtese historike, duke pritur që shiu të lehtësohej, kur pa Lucën po afrohej nën çadër. Edhe ai kishte para të, njëkohësisht. Të dy u ngurtësuan për sekond, dhe pastaj, dhe kjo ishte ajo moment që do ta mbante mend gjithmonë, ai foli i pari dhe tha diçka shumë njerëzore. Tha se stuhia ishte e keqe sonte dhe e pyeti nëse donte të ndante çadrën deri te stacioni i afërt. Jo dark, jo takim romantik, çadër deri te stacioni, nën shi. Antonela nguroi dhe pastaj tha po. Ata ecën në atë shi Milano prej 3 minutash, ndoshta pak më shumë, dhe nuk folën shumë, por ata 3 minuta kishin peshën e gjithë kohës që kishte kaluar.
Kishte diçka në ecjen krah për krah nën shi, nën çadrën e ngushtë, pa nxitim, pa imponim. Kishte diçka shumë njerëzore dhe shumë normale në atë foto, saqë Antonela kuptoi se po shikonte një njeri, jo një imazh. Tek stacioni u ndan. Ai tha mirëmbrëmje, ajo tha faleminderit. Dhe ndërkohë që zbriti shkallët e stacionit, ndjeu se ndonjë gjë kishte ndryshuar, jo brenda tij, brenda saj. Antonela kaloi ditë duke menduar. Pyeti veten pa pushim, jo me shpresë naive, por me atë seriozitet të dikujt që di se disa vendime kanë pasoja të gjata. Mendoi për familjen, mendoi për nënën, si do reagonte, çfarë do thoshte ajo grua me sytë e ashpër dhe zemrën e butë. Mendoi për baban, ai burri ndershëm, ai njeri i punës dhe dinjitetit. Çfarë do ndjente nëse do dinte se vajza e tij po konsideronte të hapte derën ndaj dikujt si Luka Ferrante. Por mandej mendoi edhe diçka tjetër. Mendoj se nëse njeriu vlerësohet nga ç'bëhet dhe jo vetëm nga ç'ka qenë, atëherë vlera e Lukës nuk duhej matur me të kaluarën e tij, por me atë rrugën që kishte nisur të ecë. Kjo nuk ishte naivitet, kjo ishte drejtësi. Kjo nuk do të thotë se kishte harruar, kurrë nuk kishte harruar. Ato javë të vëzhgimit, ato lulet e padëshiruara, ajo letër me informacionet e familjes, këto gjëra ishin shënuar brenda saj si njolla të pashlyeshme. Por njolla dhe burgim janë dy gjëra ndryshe. Njolla mbetet, por njeriu mund të vazhdojë të lëviz. Vendosi të bëj diçka që do dukej e vogël, por nuk ishte. I dërgoi fjalë. Nëpërmjet Markos, sepse ende nuk ishte kontakt të drejt për drejt, i bëri me dije se nëse donte, mund të pinim një kafe. Vetëm kafe, ditën në vend publik, pa asgjë tjetër. Përgjigjja erdhi po atë ditë. Po. Kafja ndodhi të martën pasdite, në një kafene të vogël në qendër. Njëra një ato kafene milaneze me mure të vjetra dhe me aromë kafeje të fortë që kishte mbushur breza. Antonela mbërriti 5 minuta para. Gjithmonë kishte mbërritur para, ishte natyre saj. U ul tek tryeza e caktuar, porositi cappuccino dhe pritoi me duart e qëndrueshme mbi tavolinë. Luka erdhi sakt në kohë. U ul pa shumë ceremoni. Edhe ai porositi kafe. Dhe pastaj filloi ajo bisede pare vërtet, jo nëpërmjet letrave, jo nëpërmjet xhamave të errët, jo nëpërmjet ndërmjetësve, por fytyrë me fytyrë, zë me zë, me gjithë kompleksitetin e komunikimit njerësor. Biseduan për gjëra të thjeshtë fillimisht, siç bisedohet gjithmonë kur dy njerëz nuk njohin njëri tjetrin mirë dhe po ndërtojnë urën me kujdes, shtizë pas shtize. Biseduan për Milanin, për studimet e saj, për arkitekturën. Ai dinte gjërat e arkitekturës, jo si specialist, por si dikush që kishte jetuar gjithë jetën rrethuar nga ndërtesa historike dhe kishte çelur syt. Kishte mendime, kishte perspektivë. Dhe Antonela, duke e dëgjuar, kuptoi diçka. Prapa asaj fasades të errët dhe të kontrolluara kishte një njeri inteligjent, njeri me mendim, njeri me kureshtje intelektuale. Dhe kjo, madje edhe me gjithë historiun mes tyre, e bëri bisedën ndryshe nga ç'kishte pritur. Nuk ishte kafe e ngrohtë dhe romantike. Ishte kafe e vështirë, e ngarkuar me gjithë ato shtresa, frika e mëparshme, dyshimi i tanishëm, kurioziteti i ri. Por ishte e vërtetë. Dhe kjo vërtetësi kishte vlerë. Kur u ngritën për t'u larguar, Luka tha diçka të qetë. Tha se nëse donte të bisedonte ndonjëherë tjetër, do ishte i lumtur, por nëse nuk donte, edhe atë e respektonte. Pa presion, pa pres. Antonela tha se do e mendonte, dhe kjo herë, do e mendoj, nuk ishte refuzim me kohës gjatje, ishte vërtet premtim. Mesi i verës solli kthimin e Antonelës në Tiranë. Ishte pushimi veror dhe ajo kishte pritur ato javë me mall të madh. Mall jo vetëm për familjen, por për atë aromë mëngjesi të Tiranës, për atë zhurmë të njohur të rrugëve, për gjuhën e saj që ja mbushte veshin pa u lodhur. Nëna e priti tek porta me atë shprehje të njohur, njëkohësisht gëzim dhe vlerësim. Vlerësim se si dukej, si ecte, si fliste. Nënat shqiptare kanë atë aftësi të çuditshme të lexojnë shumë nga pak. Dhe nëna e Antonelës kishte qenë gjithmonë lexuese e shkëlqyer. Tha se dukej ndryshe, jo keq, ndryshe, me diçka shtesë brenda syve. Antonela vendosi t'i tregoj.
Jo gjithçka me njëherë, por gjërat kryesore. Filloi nga fillimi. Milani, makina e zezë, refuzimi, letra, ato muaj të vëzhgimit dhe pastaj ndryshimit. Nëna dëgjoi e ulur, me duart e ndërsyera, pa e ndërprer. Babai, që kishte hyrë nga dhoma anësore pa e kuptuar se biseda kishte filluar, qëndroi edhe ai. Kur Antonela mbaroi, heshtja ishte e rëndë. Nëna foli e para. Foli me atë zë të ulët dhe rënd, atë zë të gruas që ka jetuar mjaftueshëm dhe ka parë mjaftueshëm. Tha se kishte frikë. Tha se muri i asaj vote nuk ishte thjesht emër, kishte mish dhe gjak, kishte histori dhe pasoja. Tha se nuk do pajtohej kurrë me idenë e vajzës së saj të lidhur me dikë nga ajo botë. Por pastaj shtoi diçka, dhe kjo ishte ajo gjë që Antonela nuk e kishte pritur. Tha se nëse ky njeri vërtet po ndryshon, vërtet me vepra dhe jo me fjalë, atëherë gjëja e rëndësishme nuk ishte e kaluara e tij. Gjëja e rëndësishme ishte nëse Antonela kishte besim në gjykimin e vet. Nëse ajo, me mendjen dhe zemrën e saj, ndjente se ky ndryshim ishte i vërtet, atëherë askush tjetër nuk mund ta vendoste për të. Babai tha pak, por ato pak fjalë kishin pesh. Tha se shqiptarët nuk ja falin lehtë askujt të kaluarën e errët, por tha edhe se drejtësia nuk do të thotë të mbash njerëzit burgosur brenda asaj që kanë qenë nëse kanë guxim të ndryshojnë. Tha se do donte ta takonte, ta shikonte në sy, dhe atëherë do formonte mendimin e vet. Antonela doli atë mbrëmje në balkonin e shtëpisë familjare dhe shikoi Tiranën nga sipër, atë qytet që e kishte rritur, atë qiell të njohur, ato drita të shpërndara sipas rrugëve. Ndjeu atë lidhje të pazëvendësueshme me vendin, me historinë, me atë gjë që quhej rrënj, dhe kuptoi se rrënjët nuk do t'i thyente asgjë. Jo Milano, jo Luka, jo asnjë histori. Por rrënjët nuk do të thotë të mos rrosh. Rrënjët do të thotë të kesh bazë nga ku ngrihesh. Kur u kthye në Milano, Antonela dhe Luka filluan të takohen më rregullisht, gjithmonë në vende publike, gjithmonë me atë qetësi graduale të dy njerëzve që nuk nxitojnë. Bisedat e tyre kishin fituar thellësi. Luka fliste tani me një hapje që dukej e vështirë për të, jo rrjedhshme, jo e lehtë, por e vërtet. Fliste për fëmijërinë e tij, për atë mjedis ku kishte rritur, ku rruga dhe familja kishin qenë të pandashme, ku zgjedhja tjetër nuk kishte dukur kurrë reale. Fliste jo si dikush që kërkon justifikim, por si dikush që po ndriçon historinë për veten e tij, po e kuptonte për herë të parë. Dhe kjo ndeshmëri, madje edhe kur ishte e dhimbshme dhe e vështirë dëgjuar, e bënte Antonelën ta shikonte ndryshe. Njëri nga momentet më të rëndësishme erdhi një pasdite kur Luka i foli për një vendim të madh. Kishte nisur procesin e bashkëpunimit me autoritetet, bashkëpunimi kontrolluar me avokatët e tij, por i vërtet. Ishte hapi që në ato botë dihej se çfarë vlere kishte dhe çfarë rreziqesh sillte. Ai nuk e tha me dram, nuk e tha duke pritur admirim, e tha si fakt, si diçka e bërtëshme, e vendosur. Antonela e dëgjoi dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer para atij momenti. Respekt, jo simpati, jo ndjenjë romantike. Respekt i pastër dhe i pakomplikuar ndaj dikujt që bënte diçka jashtëzakonisht të vështirë, me vetdije të plotë të çmimit. Gjërat ndryshuan ngadalë por qartë. Kafet u bën shëtitje. Shëtitjet u bën darka që zgjasnin deri vonë. Biseda rreth arkitekturës dhe historisë, rreth Tiranës dhe Milanos, rreth asaj çfarë do të kuptojë jeta kur ke kaluar nëpër gjëra të vështira. Antonela e la zemën të hapet ngadalë, me kujdesin e dikujt që ka qenë e mençur dhe ka arsye të jetë e kujdesshme, por me guximin e dikujt që di se jeta e plot kërkon guxim. Nuk ka mënyrë ta fshehësh lumturinë. Ka njerëz që provojnë dhe ndoshta e mbajnë fshehur për pak kohë, por lumturia ka atë të çuditshmen që del pa leje. Del në mënyrën si ecën, si buzëqeshësh, si flasësh, del edhe kur heshtësh. Dario e pa i pari dhe e tha, diçka ka ndryshuar. Antonela qeshi, atë qeshje e lehtë, të fshehtë, të dikujt që nuk dëshiron ta pranojë plotësisht, por nuk mund ta mohojë. Dhe pastaj foli. Tregoi gjithçka që kishte ndodhur, hap pas hapi, pa fipur asgjë, pa zbukuruar asgjë.
Tregoi dhe dyshimet e saj dhe frikën e vazhdueshme dhe atë luftë të brendshme midis gjykimit dhe zemrës. Dario e dëgjoi me seriozitetin e miqve të vërtet. Pastaj tha: "Nëse ke bërë mirë apo keq, do ta shohim me kohë. Por ajo që di është se ti ke gjykimin më të qartë të kujdo tjetër që njoh, dhe nëse ti ke besim, kjo do të thotë diçka." Marko ishte skeptik, dhe kjo ishte e ndershme, e pritshmja. Kishte qenë ai i pari që ja kishte treguar kush ishte Luka, dhe kishte arsye të kishte rezerva. Por edhe ai me kalimin e kohës dhe me gjërat që dëgjonte rreth ndryshimeve të Lukës, kishte filluar të ngurrojë me skepticizmin e tij. Familja Antonelës, nëna dhe babai, erdhën në Milano. Kishte ardhur ai momenti i madh dhe i rënd, takimi. Luka kishte pyetur nëse donte ta prezantonte, me gjithë kuptimin që kjo kishte, jo si gjest formaliteti, por si hap real. Takimi ndodhi në restorantin e Lukës, jo me shumë pompozitet, por me respekt dhe kujdes. Babai Antonelës u ul ball për ball me Lukën dhe e shikoi gjatë pa folur. Nëna ishte e matur, e rezervuar, por e vëmendshme. Luka foli me ndershmëri të plot, nuk fshehu të kaluarën, nuk e minimizoi. Tha se kuptonte nëse nuk e pranonin. Tha se shpresa e tij ishte të dëshmonin me kohë, jo me fjalë. Tha se Antonela kishte arsyeja e parë e zgjimit të tij, por ndryshimi ishte bërë për veten e tij, sepse e vetmja ndryshimi vërtet është ai që nuk varet nga tjetri. Babai i Antonelës qëndroi i heshtur për kohë të gjatë. Pastaj tha një gjë të vetme: "Koha do të tregojë." Nëna e la dorën e Antonelës kur u larguan atë natë dhe e shtrëngoi fort. Nuk tha asgjë me gojë, por ajo shtrëngimi i dorës tha gjithçka. Dashuria e vërtet nuk bjerë si shiu, bie ngadalë, si bora, flake pas flakeje, pa e vënë re njëri deri kur kthehesh dhe sheh se e gjitha bota është e bardhë. Antonela dhe Luka nuk kishin një moment dramatik ku u dashuruan, kishin shumë momente të vogla. Atë mëngjezin kur ai solli kafe pa e pyetur sepse dinte si e donte. Atë darkën kur qeshën gjerë orën 4 për diçka krejt të parëndësishme. Atë herën kur kishte qenë e sëmur dhe ai kishte qëndruar jashtë derës, pa insistuar të hynte, duke dërguar supë nga një restorant me shënim të vogël. Kujdesu. Ishin ato gjëra të vogla, jo pretencioze, natyrale. Ato gjëra që dikur nuk i kishte pritur nga ai njeri, që ndërtruan diçka të fortë dhe të patjetërsueshme. Marrëdhënia e tyre kishte ende pesha. Nuk do gënjenim duke thënë se gjithçka kishte qenë e lehtë. Kishte momente kur Antonela shikonte atë dhe ndjente valën e frikës së vjetër, jo frikë nga ai, por frikë nga ç'kishte qenë. Kishte momente kur Luka largohej i heshtur nga diçka, nga ndonjë kujtim, nga ndonjë lajm i botës që kishte lënë pas, nga ndonjë pasojë e atij procesi të gjatë e të vështirë të shpagimit. Por ata kishin mësuar të bisedojnë, kishin mësuar t'i thonin njëri tjetrit gjërat e vështira pa frikë dhe pa armë. Dhe kjo aftësi e thjeshtë dhe e papagueshme për të qenë i sinqert me dikë, ishte themeli mbi të cilin po ndërtohej gjithçka. Nëna e Antonelës erdhi sërish në Milano, disa muaj më vonë. Këtë herë nuk kishte rezerma të dukshme në sytë e saj. Kishte diçka tjetër. Ajo vëzhgimi ngadalë të gruas që ka parë shumë dhe dita dalloi të vërtetën nga fasada. E kishte vëzhguar Lucën me vite të ndryshme. E kishte parë ndaj vajzës së saj. E kishte dëgjuar kur fliste. Dhe natën e fundit të vizitës, kur Antonela e kishte shoqëruar deri tek hoteli, nëna e kishte mbajtur për dorë dhe kishte thënë me zë të ulët: "Ai njeri do të kujdesi ty." Kjo nuk ishte bekimi i madh me tromba, ishte diçka shumë më e çmuar. Ishte mirëkuptimi i heshtur i gruas më të mençur që Antonela kishte njohur ndonjëherë. Milani ka mëngjesa kur qielli merr atë ngjyrë roz argjend para lindjes së diellit. Atë ngjyrë që nuk zgjat shumë, vetëm disa minuta, por që kur e sheh ta mbush syt dhe nuk dëshiron t'i mbyllësh. Antonela qëndronte tek dritarja e apartamentit të ri, jo ai apartamenti i vogël i viteve të para, por diçka e saj, e zgjedhur, e vendosur. Milani nën të ishte ende i fjetur, vetëm makinat e para të mëngjesit duke bërë shenjat e tyre nëpër rrugët gri. Mbante kafen mes duarve dhe mendonte. Mendonte rrugën, jo rrugën fizike nga Tirana në Milano, por atë rrugën tjetër, atë rrugën e brendshme, nëpër të cilën ka nevojë gjithçka e rëndësishme të kaloj para se të gohet reale.
Kishte menduar shpesh nëse kishte bërë mirë, kishte pasur natë kur e kishte pyetur veten me ashpërsi, nëse kishte qenë naive, nëse kishte qenë e manipuluar, nëse ato ndryshime kishin qenë fasad. Por koha, ajo gjykatëse e vetme që nuk gabon kurrë, i kishte dhënë përgjigje të qarta dhe të pashtuara. Luka kishte ndryshuar, jo në mënyrën e filmave dhe të romaneve, jo me muzikë ndinjore dhe me skenë të madhe, por çdo ditë, me zgjedhje të vogla, me vendime të vështira, me ato momente kur karja e vjetër e jetës tërhiqte nga njëra anë dhe ai zgjidhte rrugën tjetër. Kishte pasur çmim, nuk do gënjenim duke thënë se nuk kishte. Kishte pasur izolim nga njerëz që kishte njohur gjithë jetën, kishte pasur kërcënime, disa reale, disa vetëm hija e frikës. Kishte pasur atë boshllëk të tërremshëm të dikujt që kalon një botë dhe nuk ka hyrë plotësisht në tjetrën. Por kishte zgjedhur, çdo mëngjes, me çdo vendim, kishte zgjedhur. Dhe Antonella kishte mësuar diçka që nuk mësohet në libra dhe nuk jepet me leksion. Kishte mësuar dallimin midis burrit që flet bukur dhe burrit që vepron qartë. Kishte mësuar se dashuria e vërtet nuk fillon kur zemra e tjetrit të kap nën kyç. Fillon kur të dy janë të lirë dhe zgjedhin njëri tjetrin çdo ditë, me gjithë historinë dhe me gjithë peshën. Dëgjoi hapat e tij të njohura nga dhoma anësore, ai ritëm i qëndrueshëm, i njëjtë, ai ritëm që kishte mësuar ta njohte pa u kthyer. Kur hyri, mbante edhe ai kafen e tij, me sytë gjysmë të hapur të mëngjesit të hershëm. Qëndroi krah saj te dritarja dhe shikoi edhe ai qiellin roz argjend. Nuk foli, nuk kishte nevojë për fjalë. Ata dy qëndruan aty duke shikuar qiellin e mëngjesit mbi Milano, vajza nga Tirana dhe burri të kishte zgjedhur të ndryshonte, dhe brenda asaj heshtjeje të mëngjesit të hershëm kishte gjithçka që duhej të thënë. Ndonjëherë jeta nuk pyet nëse je gati, ndonjëherë jeta të vendos para dyerve të vështira dhe të lë vetëm ty të zgjedhësh nëse do trokasësh apo do kthehesh. Antonella kishte trokitur, jo nga dobësia, jo nga naiviteti, por nga ajo forcë e rrallë e dikujt që ka besim në gjykimin e vet dhe guxim ta ndjek atë deri në fund. Nëna e saj e kishte thirrur atë mbrëmje dhe kishte pyetur si ishin gjërat. Antonella kishte thënë, "Mirë, nën." Dhe nëna kishte qeshur, atë qeshje të vogël, të fshehur, të dikujt që e di se mirë mund të ketë shumë kuptime, por kur vajza jote e thot me atë zë, e din saktësisht cilin kuptim ka. Babai i saj, herën e fundit që kishte ardhur në Milano, kishte ulur mbi supet e Lukës dorën e tij, atë dorë punuara, e ndershme, e xanaxiut, dhe nuk kishte thënë asgjë. Por edhe kjo gjest kishte qenë gjithçka. Dario kishte qenë i pari që kishte dëgjuar lajmin e lojezmit dhe kishte thënë, me atë humor të tij karakteristik italian, e dija që do ndodhte, e dija që kur Toni thot po e mendoj, nuk do të thot jo, do të thot se po e mendon seriozisht, dhe Toni nuk mendon gjysmë. Marko kishte heshtur për pak dhe pastaj kishte thënë, shpresoj të kesh të drejtë, por kur sheh njeriun duke bërë ç'bëri Luka, kur sheh dikë që lë atë botë dhe paguan çmimin e vërtet, është e vështirë të mos besosh se diçka ka ndryshuar. Milano kishte mëngjesin e tij të parë të pranverës, kur ata dy kishin dalë bashkë të ecnin nëpër bulevardet e hapura, nën pemët që kishin lulëzuar natën. Ishte ai lloj mëngjesi kur ajri ka shije të re dhe çdo gjë duket si fillim. Antonella ecte krah Lukës nëpër ato rrugica dhe ndjente brendia asaj diçkaje që nuk kishte fjalë të saktë shqipe apo italiane. Ajo ndjesi e plotësisë, ajo gjendje e rrallë kur nuk dëshiron asgjë shtesë, kur momenti i tanishëm mjafton plotësisht. Luka e kishte parë nga këndi i syrit dhe kishte pyetur çfarë po mendonte. Ajo kishte thënë, mendoj se Tirana dhe Milano nuk janë aq larg sa mendoja. Ai kishte kuptuar, nuk duhej shpjegim. Sepse ajo gjë që i kishte bashkuar nuk ishte qenë gjeografia dhe nuk ishte qenë rastësia e një makine të zezë që ndalon pranë trotuarit. Ishte ajo gjë e papagueshme dhe e pastudiueshme. Ajo moment kur dy jetët kryqëzohen dhe asnjëra nuk është më e njëjta pas kryqëzimit. Antonella e kishte refuzuar atë njeri kur kishte qenë i errët dhe i frikshëm, dhe kjo kishte qenë vendimi i duhur.
Por pastaj, kur ai kishte guxuar të bëhej ndryshe, jo për të, por për veten e tij, ajo kishte pasur guximin ta shihte si njeri, jo si imazh, dhe kjo kishte qenë edhe vendimi i duhur. Ndonjëherë, historia më e vështirë për të treguar nuk është historia e luftës, por historia e faljes dhe e shpresës, historia e asaj çasti kur vendos t'i besosh jo së kaluarës, por rrugës. Antonella e vendosi kafen bosh në tavolinë, shikoi qiellin e Milanos që kishte kthyer ngjyrën nga roze në art të plot të mëngjesit dhe buzëqeshi, atë buzëqeshje të heshtur dhe të plot të dikujt që e di se është saktësisht aty ku duhet të jetë. Dhe Milani zgjohej, si çdo mëngjes, me gjithë historinë e tij dhe me gjithë të ardhmen e tij. Dhe mes tij, vajza nga Tirana dhe burri që kishte zgjedhur dritën, fillonin ditën e tyre të re. Kjo ishte historia e Antonellës, historia e guximit për të thënë jo kur duhet dhe po kur koha e drejta vjen. Nëse të ka prekur kjo histori, lëre një koment poshtë dhe ndaje me ne. A ke besuar ndonjëherë se njeriu mund të ndryshojë vërtet? Shtyp subscribe nëse dëshiron të dëgjosh histori të tjera si kjo.